Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin 21 Live News. Kosova shënon sot 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, që konsiderohet një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë moderne të vendit. Në ceremoninë zyrtare të parakalimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës, krerët e shtetit, presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti deklaruan se në këtë ditë feste nuk mund të mbyllen sytë para padrejtësive që sipas tyre po u bëhen ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Duke folur në ceremoninë zyrtare të parakalimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë, presidentja e vendit Vjosa Osmani tha se askush nuk mund ta njollos luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të udhëhequr nga e drejta për liri dhe shtet. Ajo theksoi se Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Policia e Kosovës po dëshmojnë çdo ditë profesionalizëm, duke treguar se Kosova është gati për antarësim në NATO. Sot dhe përherë, askush nuk mund ta njollos luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo ishte një luftë drejt, një luftë çlirimtare, një luftë mbrojtjeje e udhëhequr nga e drejta për liri dhe shtet. Pa këtë kontribut të jashtëzakonshëm të UÇK-s, e pa këtë sakrificë, pavarësia e Kosovës nuk do të ishte realiteti që e festojmë sot. Sot Kosova po ndërton kapacitetet e saj të mbrojtjes me përgjegjësi dhe vizion. Sot trashëgimtarët e UÇK-s, forca jone sigurisë dhe policia e Kosovës po na bëjnë çdo ditë krenar. Ata e dëshmojnë se Kosova është gati për NATO. Kryeministri i vendit Albin Kurti tha se në këtë ditë feste Kosova nuk i mbyll syt para padrejtësive që po kalojnë krerët e UÇK-s në Hag. Në këtë ditë feste nuk i mbyllim syt para padrejtësive. Disa nga drejtuesit e luftës sonë çlirimtare po vazhdojnë të mbahen në paraburgime të stërzgjatura në Hag, në procese gjyqësore jo transparente dhe krejt të pashembullta për praktikat e drejtësisë ndërkombëtare. Ne besojmë në drejtësi, por nuk pranojmë ta revidojmë dhe rishkruajmë historinë. Lufta e UÇK-s ishte luftë e kulluar, çlirimtare dhe antikolonialiste. Një luftë e drejtë e një populli të okupuar e të shtypur nën apartheid. Dhe kjo është një e vërtetë që nuk mund të ndryshohet. Forca e Sigurisë Kosovës sot po zhvillohet si një ushtri profesionale dhe e ndërveprueshme me alatët tonë, e gatshme për të mbrojtur sovranitetin shtetëror, integritetin territorial dhe jetën e qytetarëve të Kosovës. Parakalimi i njësive të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të Policisë së Kosovës në Prishtinë u përcoll nga një numër i madh qytetarësh. Në 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, Kuvendi i Kosovës mbajti seancë solemne ku liderët institucional dhe partijak mbajtën fjalime për rrugtimin historik të shtetit. Në mesin e tyre edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili përkujtoi sakrificën e popullit dhe rolin vendimtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në çlirimin e vendit. Në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës pas historikut procesit të shpalljes së pavarësisë Kosovës 18 vjet më parë, presidentja Vjosa Osmani foli edhe për gjykimin që po u bëhet ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Osmani tha se çdo përpjekje për ta barazuar luftën çlirimtare me krimet e regjimit gjenocidial të Serbisë e minon drejtësinë dhe dëmton themelet e paqes në rajon. UÇK-ja është ideali më i madh që ka ndërtuar shqiptarët ndërshekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi gjenocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. I ftuari special në seancën solemne, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm dhe një shtet sovran, ndërsa foli edhe për gjykimin që po u bëhet ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Historia e Republikës Kosovës
nuk mund të kuptohet dhe as të shkruhet pa emrat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëluftëtarëve të tyre. Ata që dje udhëhoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuzat të montuara në gjykatën ndërkombëtare. Kryeministri Albin Kurti tha se akuzat e prokurorisë speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-s për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Ato nuk morrin parasysh kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare, së cilës ja detyrojmë lirinë e sotme. Krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare ka kryer Serbia e Miloševićit. Kërcënim për përsëritjen e tyre është sot Serbia e Vučićit. Barazimi mes krerëve të UÇK-s dhe një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm dhe i papranueshëm për ne. Edhe kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, në fjalimin e saj u ndal tek lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për dinjitet dhe liri. Dhe çdo përpjekje për ta shkëputur këtë luftë nga konteksti i saj historik dhe politik rrezikon ta shtrembrojë të vërtetën e asaj kohe. Në seancë solemne për përvjetorin e 18 pavarësisë, mbajtën fjalime edhe përfaqësuesit e partive politike. Ne nuk lejojmë që historia të rishkruhet në kurrez të sakrificës sonë. Ne nuk pranojmë barazi artificiale mes agresorit shtetëror serb dhe rezistencës sonë për liri. Nuk ka as proces, nuk ka as forcë që ndryshon lavdin e kësaj lufte të pastër dhe historike të popullit të Kosovës dhe ushtrisë tonë çlirimtare. UÇK është vetë populli i Kosovës. Se vlera më e madhe historike, pas fitureve të Skënderbeut, është vetë ajo, është lufta e ushtrisë çlirimtare e Kosovës, e cila solli çlirimin përfundimtar dhe lirinë që kurse kemi pas të plot në këtë tokë e në këtë vend. Mrekullia e dytë është shpallja dhe njohja e pavarësisë Kosovës. Në këtë seancë solemne, i ftuar nderi nga familja e komandantit legjendar Adem Jashari ishte vllai i herojit Rifat Jashari. Në mbledhjen solemne të qeverisë së Kosovës, kryeministri Kurti u ndal enkas në rolin e protagonistëve të shpalljes së pavarësisë, të cilët si shta përmbahen padrejtësisht në Hag. Kryeministri Albin Kurti në mbledhjen kushtuar 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës tha se në këtë ditë feste nuk mund të mos kujtohen ata që kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ai tha se ish-krerët e UÇK-s po akuzohen padrejtësisht. Kujtojmë qëndresën dhe sakrificën e popullit, i herojnë dhe veprimtarët e rënë shekuj, rezistencën paqësore dhe kryengritjet e armatosura pas luftës së dytë botërore, të cilët kulmuan me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot pavarësia jonë mbush 18 vjet, mbase një moshë e re për shtetin, por një kapitull i rëndësishëm në rrugtimin tonë të gjatë si popull. Vërtet, shteti, pavarësia dhe kushtetuta jonë është e re, por gjuha, kultura dhe populli ynë janë të lashtë. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë. Kryeministri Kurti në këtë mbledhje solemne tha se Kosova në këto 18 vite ka arritur shumë si shtet dhe si shoqëri. Nga ditët e para të njohjeve ndërkombëtare, e të cilat tani numërojnë 121 qosh, e deri te konsolidimi i institucioneve demokratike dhe sundimit të ligjit. Nga ndërtimi i një ekonomie të qëndrueshme e në rritje, te forcimi i ushtrisë sonë dhe i kapaciteteve mbrojtëse. Nga fitoret ndërkombëtare në sport, art e kulturë, te pjesëmarrja në forume botërore. Nga lëvizja e lirë pa viza, te hapet konkret drejt integrimit evropian, përfshirë aplikimin në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës, e të cilat janë arritje që na bëjnë krenar të gjithëve.
Kurti tha se për forcimin dhe zhvillimin e shtetit duhet angazhimi i përbashkët në mënyrë që Kosova të ecë përpara. Ceremonia e shënimit të ditës së pavarësisë nisi me ngritjen e flamurit në oborrin e qeverisë dhe me homazhe tek monumenti të pagjeturve dhe pllaka përkujtimore e fëmijëve të vrarë. Udhëheqësit e institucioneve nisën ditën me urimet për festën dhe nderimet për luftën e UÇK-s. Pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës ngritën flamurin në tingujt e himnit shtetëror. Ngritja e flamurit shënoi nisjen e ceremonive zyrtare për shënimin e 18 vjetorit të pavarësisë. Udhëheqësit shtetëror nuk i harruan të kujtojnë të gjithë ata që kanë sakrifikuar për ditën e pavarësisë dhe presidenti Vjosa Osmani e cilësoi këtë si një moment reflektimi dhe krenarie. I uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë sovran e të pavarur. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Kosova po rritet numri i viteve të pavarësisë, po rritet numri i njohjeve të shtetësisë, po rritet ekonomia e vendit, po rritet mirëqenia e qytetarëve, po rritet fuqia e shtetit. Mbase një republikë e re, por jo edhe aq e re për të kuptuar se liria kërkon angazhim të përditshëm. Sot, por edhe çdo ditë tjetër, kujtojmë me nderim dhe respekt të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për pavarësinë që sot ne e gëzojmë, pra dëshmorët e kombit dhe martirët. Ceremonia e shënimit të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës vazhdoi me vendosjen e kurorave të luleve dhe homazheve tek monumenti i të pagjeturve në sheshin Ibrahim Rugova, në nderim të të gjithë atyre që ende konsiderohen të zhdukur që nga koha e luftës. Homazhe u zhvilluan edhe tek pllakata përkujtimore e fëmijëve të vrarë në oborrin e Kuvendit Kosovës, në nderim të mbi 1400 fëmijëve të vrarë gjatë luftës. Ndërkohë, udhëheqësit institucional bën nderime edhe pranë varrit të presidentit historik Ibrahim Rugova, si dhe tek varri veprimtarit dhe simbolit rezistencës kombëtare Adem Demaçi, duke vlerësuar kontributin e tyre në rrugtimin drejt lirisë dhe shtetësisë. Gjatë gjithë ditës, në shumë qytete të vendit u organizuan aktivitete përkujtimore, kulturore dhe shtetërore, të cilat reflektojnë rëndësinë e kësaj date dhe rrugtimin e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Si rëndom në përvjetoret e pavarësisë të Kosovës, shtetar nga të gjitha trojet shqiptare, drejtues institucional dhe veteran të luftës bën homazhe në kompleksin memorial në Prekaz, ku vlerësuan lart sakrificën e familjes Jashari për lirinë e Kosovës. E gjithë rruga që shpijet e kompleksi memorial Adem Jashari, ku mboj nga zëri i ish luftëtarëve të lirisë. Ashtu sikur se në çdo përvjetor të pavarësisë së Kosovës, edhe në këtë 18 vjetor, padyshim që kompleksi memorial në Prekaz mbetet vendi kryesor për t'u vizituar. Nga Vlora në Prekaz, Pëllum Skëndaj erdhi për ndërim të familjes Jashari dhe të rënëve të tjerë për liri dhe pavarësi. Ai thotë se shkasi vizitës u bë marshi protestues për lirimin e ish-krerëve të UÇK-s, por sipas tij, Prekazi është vend që duhet vizituar çdo herë. Është vend i shenjtë për ne. Të vish në Kosovë mos vish Prekaz bën mëkat. Një shqiptare ka detyrë të vijë një herë në jetë të përulet këtu përpara këtij lumi gjaku. Ky ka qenë motivi kryesor për ta në Prishtinë. Por me që kemi ardhur që dje, do vini patjetër edhe këtu. Mendoni se po mbahen padrejtësisht në hal? Ajo është padrejtësia më e madhe që po na bëhet. Ajo është padrejtësi absurde.
të dënosh njerëzit pse kanë mbrojt shtëpinë, pse kanë mbrojt fëmijët, është marrëzi, nuk është drejtësi. Edhe qytetarë të tjerë e vlerësuan lart sakrificën e familjes Jashari për liri dhe pavarësi, teksa festën e pavarësisë e cilësuan të mangët pa çlirimtarët që po mbahen në Hag. I kisha uru të gjitha ata urime festa edhe mesazhe sa më shumë nxënës të vinë dhe të vizitojnë edhe të dinë historinë tonë. Në krah tyne janë konstat që janë këtu dhe sot mbahen në Hag. Me përshëndet këtë familje si ka thonë më shtrejtën, jetën më shtrejtën. Kjo është për neve pavarësie, shlirime, kënaqësie, të në të mirët. Jemi gjysë zamet thujme, si thujnë, tash ata i kema tje po me emër Zoti shpetet në shuën edhe tha. 18 vjetori pavarësisë të Kosovës ka domethënie të madhe. Kjo festë është e gjithë shqiptarëve, por kuptohet në veçanti e kosovarëve. Lufta që kjo ka qenë luftë çlimtare dhe drejt. Homazhet e kompleksi memorial në Prekaz bën edhe drejtuesit shtetëror, delegacione komunale, organizata të dala nga lufta e UÇK-s e veteran. Urime pavarësia dhe shpresojmë që edhe ata që ishin pjesë përbërëse e lirisë Kosovës, përkatësisht e shtetit Kosovës, presidenti tha që Kadri Veseli dhe gjithë bashkëfyetarët tjerë të kthehen. Na lanë një mësim se liria është e qëndrueshme atëherë kur fitohet me luftë dhe me gjakun e dëshmorëve. Nga ky vend së dyti ju uroj krerëve të ushtrisë shënimtare të Kosovës këtë ditë shënuar, të cilët padrejtësisht po mbahen atje. Homazhet në Prekaz në vendin e kthesës historike vazhduan gjatë gjithë ditës. Udhëheqësit e Republikës Kosovës për homazhe u ndalën edhe te monumenti Heroinat. Pavarësisht të shiut dhe temperaturave të ulta, numri i qytetarëve të cilët kanë dalur të premtojnë 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës është shumë i madh. Ka fëmijë të vegjël, burra, gra dhe të moshuar. Kështu që të gjithë bashkë sot një zëri thonë gëzuar Kosovë, pavarësia e vendit. Edhe kryeministri Albin Kurti sapo arriti dhe sigurisht që do të bëhen bashkë për të nderuar Heroinat. Kryeministri Albin Kurti është duke u përshëndetur qytetarë dhe është në drejtim të memorialit Heroinat. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani sapo arriti dhe është duke u përshëndetur me qytetarët, ndërsa më njëherë pas sigurisht do të jetë tek memoriali Heroinat ku do të bëjnë nderimet e saj. Nderimet tek monumenti Heroinat tashmë që janë bërë nga krerët e shtetit si presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, por pa prezencën e gazetarëve dhe kameramanëve. Vetëm tash ne u lejuam që të marrim pamje. Paraprakisht asnjë nga gazetarët nuk u lejuar të ishte i pranishëm këtu. Parakalimi i ushtrisë Kosovës dhe policisë së Kosovës është dëshmi e përkushtimit tonë për siguri, sovranitetin dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Kolonat e gjata të njerëzve kanë dalur që të premtojnë 18 vjetorin e pavarësisë së vendit. Shiu është duke rënë, temperaturat janë të ulta, por këta njerëz me zemër plotëve kanë dalur të premtojnë. Pra siç po shihen janë fëmijë të vegjël, burra, gra dhe të moshuar, të cilët sot po premtojnë 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës.
Dita e pavarësisë u shënua dhe në Mitrovic, përderisa pjesa jugore e qytetit të ndarë ishte stërmbushur me flamuj dhe qytetar, në veri nuk pati fare atmosferë festive. I gjithë sheshi i Mitrovicës së jugut është solisur me flamuj të Kosovës dhe atë kombëtar me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Duke uruar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, qytetarët e Mitrovicës së jugut, pavarësinë e shtetit e cilësuan si gëzimin më të madh të tyre. Tash sa kesh djalit të i tregu, tash e 18 vjetë që kjo hala 14 i ka, kesh të i tregu qëfar feste e madhe u kom për neve, me të vërtet i kena shiju se kena hek me të thonë drejten si prej anës edhe ndërkombëtarëve, edhe në përgjithësi prej okupatorit. Atë ditë bashkë kështu e kemi festu me shoqëni, me shumë qef, me shumë gëzim, me shumë. Gëzimi më i madh që mund të ekzistojë zërë sa vjen pavarësia, edhe urojmë suksese të ardhme më të mirë për Kosovën, edhe në Kosovë dëshirojmë si derimin shqiptare. Pari urime juve gjithë dhe neve në koft. Shqyqyr falë Zotit edhe ushtrisë tonë që kemi pas edhe sakrificat gjithëve. Kemi ardhe këtu ku jem, miro ka shkon, mundet ma mirë, po kryesore kem pavarësi. Urime pavarësia! Por e njëjta fest nuk ishte edhe në pjesën veriore. Ndryshe nga Mitrovica e jugut, në Mitrovicë të veriut ka çdo gjë tjetër përveç festës për pavarësi të Kosovës. Në lagjen e boshnjakëve valvitëshin vetëm 2-3 flamuj të Kosovës, në këtë ditë e cila duke e zakonshme dhe jo një ditë festive. Dresa nuk mungonin njësitet e policisë së Kosovës. Shumica e qytetarëve shqiptar hezituan të flasin, por ne takuan Behram Sadikun nga kjo lagje, i cili tha se festa e pavarësisë në veri të vendit është çdo herë e spet. Po gjithë është qështu. Gjithë, për para u kom edhe majzbe, po unë isha bili bashkë sot ku menu. Së të një lokal që punë në ditë festa i kisha denu kështë, maksimalisht. Edhe në 2 vite se kënena na jena konë praktikisht në luftë. Sashtë e kena nguqi festën kënena të festua, më na kënena kena pas tjera mabit. Nuk ka kur para aktivitete, as komunës, as shtetet, aj për këta të veriut, as nuk pres me bodi qka, po që këta tonë për shamull. Një qytetar tjetër ndërkaq festën e zbet në veri, ndër të tjera e ndërlidhi me motin jo të mirë. Ma shumë janë pjesës veriore, ma shumë sërb, ka dhe shqiptar, po sot dhe në Prishtinë ka shku ma shumë qëta. Dhe moti pa kanë ndiku, se normal me konë moti mirë e shkon festë me mirë. Ky 18 vjetor i pavarësisë së Kosovës, Mitrovicën e gjen me një përparim në lirinë e lëvizjes, por ura kryesore mbi lumin Ibër vazhdon të jetë mbyllur për automjete si një simbol ndarës. Mbetemi ende tek zhvillimet të cilat e karakterizuan ditën e sotme, pra 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Populli dhe lidershipi i Kosovës mori urimet e përzemërta për ditën e pavarësisë nga përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio përcolli një mesazh urimi për popullin e Kosovës në 18 vjetorin e pavarësisë. Në deklaratën e publikuar nga Departamenti i Shtetit, ai riafirmoi mbështetjen e SBA-s për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Në këtë përvjetor të rëndësishëm ne presim bashkëpunim edhe më të fortë në vitet të ardhshme. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me Kosovën në ndërtimin e një të ardhë në jetë të sigurt dhe të begatë. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, po ashtu i uroi kosovarët për 18 vjet pavarësi. Ai përmes një video të regjistruar para ndërtesës së kuvendit në sheshin kryesor të Prishtinës, tha se duhet festuar për liritë dhe të drejtat që sjell pavarësia dhe për të reflektuar mbi përgjegjësitë dhe detyrimet e pjekurisë. Kosovën për 18 vjetorin e pavarësisë e uroi edhe ambasada e Gjermanisë në vendin tonë. Përmes një postimi në Facebook theksohet se Gjermania është krenare që ka partneritet të fortë me Kosovën, të ndërtuar shumë kohë para pavarësisë. Gjermania dhe Kosova janë të bashkuara nga demokracia, liria dhe respekti ndërsjellë. Si një nga vendet e para që njohu pavarësinë e Kosovës, Gjermania është krenare për partneritetin tonë të fortë dhe të qëndrueshëm të ndërtuar shumë kohë para pavarësisë dhe të forcuar çdo ditë që atëherë.
Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama uroi 18 vjetorin e pavarësisë. I uroj Kosovës gëzuar pavarësinë me keqardhjen që s'mund të jem sot në manifestimin popullor të solidaritetit me 4 pengjet e UÇK-s me ferrin e padrejtësisë ndërkombëtare në Hag. Presidentja Osmani ka pranuar një letër urimi nga homologu i saj francez Emmanuel Macron për festën e Kosovës. Në letrën e Macronit thuhet se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet një çështje e sigurisë evropiane dhe se Franca e mbështet dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Duke u mbështetur në vlerat tona të përbashkëta në fusha po ashtu ndryshme sa edhe thelbësore, si olimpizmi, frankofonia dhe promovimi të drejtave të grave, shpresoj që bashkëpunimi ynë të zhvillohet në fusha kyçe për të ardhmen e Kosovës, përfshirë përmes forcimit të shkëmbimeve tona ekonomike. Presidenti izraelit Isaac Herzog, përmes një letre drejtuar homologës Vjosa Osmani, tha se në traditën hebraike numri 18 përfaqëson jetën dhe shihet si një ogur i fortë dhe pozitiv. Lidhja jon është thelluar më tej pas sulmit brutal të 7 tetorit dhe pasojave të tij, megjithse këto vite kanë qenë të mbushura me dhimbje, pikëllim dhe vështirësi. Ne megjithatë kemi arritur të forcojmë marrëdhëniet tona dypalshme. Popullin e Kosovës e ka uruar edhe presidenti i Italisë Sergio Mattarella nëpërmjet një letre dërguar presidentës Osmani, ku thekson se Roma mbetet e palëkundur në mbështetjen e rrugtimit të integrimit evropian të Prishtinës. Ndërkohë edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka dërguar një mesazh urimi presidentës Vjosa Osmani me rastin e 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në letrën e publikuar nga Osmani në rrjetet sociale, Erdogani shpreh urimet më të përzemërta për presidentën dhe për popullin mik të Kosovës në emër të tij dhe të kombit turk, duke theksuar se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, si dhe forcimin e pozitës ndërkombëtare. Kreu i qeverisë së Shqipërisë Edi Rama publikoi një video që përmban edhe një pjesë komunikimi në një telefonat me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Rama dëgjohet duke e uruar Thaçin për 18 vjetorin e pavarësisë. Gëzuar pavarësinë e ty komandantë dhe jam shqetësuar shumë me të historinë. Vllai të përqafoj fort, të du shumë, do vjen shumë keq që s'bëj dot më shumë, po gëzuar edhe të përqafoj shumë fort dhe të falë atyre shokëve. Aktiviteteve për 18 vjetorin e shtetësisë së Kosovës ju bashkuan mira qytetar nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora, të cilët marshuan në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që po mbahen në Hag. 18 vjetori i pavarësisë mblodhi në sheshet e Prishtinës 10 mijëra qytetar. Megjithatë, jo si rëndom për të festuar për vjetorin e pavarësisë, qytetarët kësaj radhe u mblodhen për të kërkuar drejtësi për ish-udhëheqësit e UÇK-s. Marshi protestues në motën drejtësi jo politik nisi me një performancë artistike. Ka nana ka po djallë, o për me i dalë shka u të përballë. Kosovë të qofsha fal. Me të përfunduar performancat artistike para 10 mijëra të pranishmëve, foli antari platformës Liria ka emër Ismail Tasholli, i cili i bëri thirrje gjykatës speciale që të mos ketë drejtësi selektive, me që qytetarët në Kosovë ende i kanë plagët e hapura nga lufta. Drejtësia nuk mund të jetë selektive, nuk mund të jetë e dirigjuar, ajo duhet të jetë drejt, transparente dhe barabartë për të gjithë. Vetëm atëherë mund të flasë në emër të një populli. Para protestuesve fjalën e marrën edhe mbijetuara e dhunës seksuale Vasfije Krasniqi, ish luftëtarja shqipe Krasniqi dhe djali ushtarit të zhdukur në luftë Lirim Haziri. Ne jemi të gjithë këto për të liruar ata nga Haga,
se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është selimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. Të dashur qytetar, sot është 17 shkurti, dita kur liria e Kosovës u kthye në shtet. Por këtu nuk jemi vetëm për fest. Jemi këtu sepse zemra e Kosovës, bashkë me të secilit prej nesh, po rreh me një shqetësim të madh. Jam rrit në një kohë kur të qenit shqiptare në Kosovë nën kuptonte të jetoje me frikë, me kufizime, me padrejtësi të përditshme. Kam pa prindër të larguar nga puna, profesor të përjashtuar, studentë të ndjekur, familje të tëra të poshtruara vetëm pse ishin shqiptar. Kam pa baballar të përullur, kam pa nëna që qanin fshehur azi që fëmijët të mos u ashinin lotët. Ne nuk jemi sot këtu një turm, jemi një zë. Një zë që nuk blihet, një zë që nuk friksohet, një zë që nuk do të ndalet. Ata që luftuan për këtë tokë nuk kërkuan pushtet, po kërkuan liri. Dhe liria nuk vihet në bankën e turpit. Në përkraje të protestës me motën drejtësi jo politik të pranishëm ishin edhe figura politike, përfshirë presidentën Osmani, ndërsa pati edhe performanca të tjera artistike. Para protestuesve u shfaq edhe një video mesazh i shkurtër, ku dëgjohej zëri i ish-udhëhesve të UÇK-s. I pafajshëm plotësisht. Tërësisht i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Jo fajto, i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Në 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës, marshi protestues i organizuar nga platforma Liria ka emër nën moton drejtësi jo politik, mblodhi qindra qytetar që kërkuan drejtësi dhe liri për ish-krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Asmoti me reshje që mbretërojnë mbi vendin tonë nuk i ndali qytetarët të marshonin me moton drejtësi për ish-krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Me këtë rast, sheshet e kryeqytetit u vërshuan nga protestues të shumt që prohorisnin emrat e ish-zyrtarëve shtetror, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Po isha pjesë kësaj proteste, shpresojmë që sa më parë të lirohen, është një gjyqi pa drejtë, jo politik, por drejtësi. Pa drejtësi e madhe deri tash ka qenë, ne dëshirojmë që ata të lirohen, sepse ata janë ata që na kanë sjellë lirinë, pa të cilët as nuk i kishim pas atë lirinë. Prandaj jemi mbledhur sot që ata të gjykohen me drejtësi edhe të vinë shpejt, sepse pa drejtësisht janë marrë deri tash atje. Këtë përvjetor egzoshim tanë shqiptarët, liri për shlimtarët, që i batë kërkesë prej tanë shqiptarisë. Nuk kanë pëse dënojnë shlimtarët, s'kanë pëse mu dënu që mrojt shpia vetë, mrojt trojt e veda, mrojt babe nani vetë, mrojt pasunia vetë. Sot përveç se që është festë, është edhe një protest për çlirimtarët tanë cilët janë në Hagë, që presim lirimin e tyre sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo është, si me thonë, gjykate e pa drejt. Inshallah për këtë rini bëhet mirë, inshallah i shojnë ata të parë të ushtrisë, krem të ushtrisë, edhe për ata kena dalë, edhe me festuar, edhe... Marshi që u mbajt në 18 vjetorin e shtetësisë së Kosovës është njëri nga ata që u zhvillua më herët në Prishtinë, Tiranë, Shkup dhe në Hagë, me që rast u kërkua drejtësi për 4 ish-udhëheqësit e UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hagë. Edhe studentët e universiteteve në Prishtinë marshuan shesheve të kryeqytetit duke ju bashkuar protestës në mbështetje të 4 ish-krerëve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hagë.
Pjesë e marshit protestues drejtësi jo politik në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag u bën edhe studentët e universiteteve të Prishtinës. Me pankarta në duar dhe thirrje për drejtësi, studentët përshkuan rrugët kryesore të kryeqytetit, ndërsa në balë të tyre qëndronte një baner me mbishkrimin Student për drejtësi. Në emër të studentëve foli Ismet Krasniqi, kryetari i organizatës studentore Reforma, i cili theksoi se ky marsh prevendosshmërinë e të rinjve për të ngritur zërin në mbrojtjen e vlerave të lirisë. Studentët ndër vite kanë dëshmuar që kanë qenë zëri së drejtës dhe në anën e drejtë historisë, sidomos edhe gjatë demonstratave të Althenishit, edhe sot nuk ishte fare vështirë që ne të mbledhim studentët që t'i bashkohen protestës për drejtësi. Siç po e shihni, as moti me shije, me bore, as fryma nuk na ndoj që sot t'i përgjigjemi kësaj proteste të 17 shkurtit të organizuar nga platforma Liria ka emër. Për neve është ndjenjë krenarie kur shohim se një numër jo i vogël i studentëve i bashkohen kësaj thirrje dhe kësaj proteste dhe vazhdimisht edhe si student por edhe si rini do të jemi krah nismave dhe krah thirrjeve për drejtësi në shërbim të vetë shtetit Kosovës dhe shëtëformimit të tij. Pas marshit nga qendra e studentëve, ata ju bashkuan protestës qendrore në zemër të Prishtinës, i cili kishte për qëllim të shprehë mbështetje dhe të kërkojë drejtësi lidhur me procesin ndaj 4 krerëve të UÇK-s në Hag. Përnder të ditës pavarësisë Kosovës, në Tiranë u hap një ekspozit në fokus të së cilës janë personalitete nga Kosova në qeveritë e Shqipërisë nga viti 1920 deri më 1944. Në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, në Tiranë u çel ekspozita dokumentare dhe fotografike, personalitetet e Kosovës në qeverinë shqiptare 1920-1944. Ekspozita sjell për publikun dokumente origjinale të kësaj periudhe, të cilat dëshmojnë kontributin e personaliteteve kosovare në jetën politike dhe institucionale të Shqipërisë, si dhe angazhimin e tyre në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Kosovës. Ekspozita është shtrirë në vite, por edhe në personalitete. Personazhet kryesore që kanë qenë pjesë e qeverive të Shqipërisë, ka dokumente mbi veprimtarinë e Salih Vučićernës për instalimin e emigrantëve kosovarë që vinë gjatë periudhës midis dy luftrave të dëbuar nga regjimi jugosllav. Ka dokumente të tjera të Cenobej Kryeziut që flasin kryesisht mbi veprimtarinë, emërimet, shkarkimet, emërimet si ambasador. Mes materialeve të paraqitura janë diskutime parlamentare, promemorje drejtuar fuqive të mëdha, vendime qeveritare, propozime ligjore dhe dokumente diplomatike që mbajnë firmat e figurave si Hasan Prishtina, Hoxha Kadriu, Recep Mitrovica, Recep Krasniqi e të tjerë. Dokumentet evidentojnë jo vetëm rolin e këtyre personaliteteve në administratën shqiptare, por edhe përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të ngritur çështjet e Kosovës në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Përgjithsisht dokumentet që janë përzgjedhur janë nga fondet e Arkivit Qendror Shtetëror dhe nga fototeka e arkivit, përmbajnë kryesisht dokumente që kanë bënë me veprimtarinë e tyre gjatë periudhës që kanë shërbyer në zyrën për kace, për shembull Hasan Prishtina gjatë periudhës një javore si kryeministër i Shqipërisë, fillon me dokumentet e emërimit e mandatimit si kryeministër për formimin e qeverisë, dokumentet që letrat që ka dërguar për kabinetin deri tek dorëheqja e tij. Po ashtu, në ambientet e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vjen një ekspozit shumë e veçantë që përkujton 100 vjetorin e themelimit të Bankës së Shqipërisë dhe hedhi në qarkullim të monedhës së parë kombëtare shqiptare. Pra, si që keni vënë re, në të gjitha fjalimet e sotme, spikati, mbështetja dhe solidariteti me ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag, ku nesër pritët të deklarohen mbrojtësit e viktimave dhe të akuzuarit Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi. Një ekip i yni ka mbërritur në Hag për të raportuar për zhvillimet atje. Flasim drejt për drejt me kolegun Burim Zariqi. Burim, çfarë do të veçosh në këtë edicion? Mbrëma, pra paraqitemi drejt për drejt për para objektit të dhomave të specializuara të gjykatës speciale këtu në Hag, ku si shihet edhe prapa meje, disa drita janë të ndezura të këtij objekti, që do të thotë se gjithçka është gati që nesër të mbahet seanca e fundit e deklarimeve përfundimtare.
e cila do të nisë qysh në orën 9 të mëngjesit, por me transmitim për shikuesit do të jetë me vonesë rreth 45 minuta. Në këtë seancë të fundit, në kuadër të ciklit të deklarimeve përfundimtare të prokurorisë, dhomave të specializuara dhe të avokatëve të ish-krerëve të UÇK-s, nesër prokuroria do t'i paraqesë pretendimet përfundimtare të saj, po ashtu edhe pala mbrojtëse e kryesuar nga avokatët Luka Mishetiq dhe Prosper do të i paraqesin kundër argumentet e tyre që siç kem parë gjatë këtyre seancave janë ballafaquar me argumente dhe kundër argumente, derisa prokuroria ka akuzuar ish-krerët dhe akuzon ish-krerët e UÇK-s për torturë, vrasje e kështu me radhë. Pala mbrojtëse thotë se të gjitha këto pretendime nuk janë të dokumentuara dhe të faktuara gjatë këtyre seancave përfundimtare dhe si rrjedhoi, pala mbrojtëse është shumë optimiste se katërshja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, do të dalin triumfues në fund të këtij procesi gjyqësor, i cili ka nisë qysh në vitin 2023. Katërshja UÇK-s po mbahet në paravurgim tash e rreth 5 vjet dhe se kjo gjykatë speciale është kritikuar pikërisht për faktin që ka zvarritur këtë proces dhe duke hedhur akuza mbi të se është përndjekje politike ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por nesër do të dihet gjithçka për shkak që do ta kenë fjalën si prokuroria ashtu edhe mbrojtja, por edhe përfaqësuesit e viktimave e kështu me radhë dhe pastaj është në kuadër të procesit gjyqësor, trupi gjykues i kryesuar nga Charles Smith do ta kenë tërheqjen e tyre, ashtu siç quhet në këtë proces me këtë term, për të marrë vendimin përfundimtar, ku një volum shumë i madh dokumentesh të deponuara në gjykatë speciale do të shqyrtohen si dokumente nga prokuroria, po ashtu dokumente të dorëzuara nga pala mbrojtëse dhe me pas 3 muajve do të merret vendimi final ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këto për ta përcjellur këtë seancë përfundimtare, pra të deklarimeve finale, kanë ardhur apo do të vinë edhe nesër, duke përfshirë edhe zëvendës kryeministrin e parë, një herët ministrin e punëve të jashtme Glauko Njufca, i cili ka thënë që do ta përfaqësojë Republikën e Kosovës nesër këtu në këtë seancë dhe do të jetë në galeri për ta përcjellur nga afër këtë seancë, por do të jenë edhe familjarë të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshirë edhe bashkëluftëtarë të tyre, si dhe përfaqësues të organizatave të dala nga lufta. Radio Televizioni 21 po ashtu do ta përcjell nga afër këtë seancë, e cila konsiderohet shumë e rëndësishme për shkak që procesi në Hag ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës po shkon drejt fundit. Për Radio Televizion 21, Burim Zariqi dhe kameramani Arjan Havolli, linjën e kaloj për ju në studio, Miranda. Faleminderit për këtë paraqitje. Bisedua me kolegun Burim Zariqi, i cili po ndodhet në Hag dhe do të raportoj nga atje për fjalët përfundimtare që do t'jepën nesër sa i përket procesit gjyqësor ndaj katërshës UÇK-s në Hag. Për informacionet më të reja mund të klikoni në portalin tonë rtv21.tv, si dhe të vizitoni profilet e Radio Televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.